Bilbili i këngës popullore kosovare sot feston 64 vite jetë dhe shkëlqen më shumë se kur. Shyrete Beluli, një nga ikonat më të mëdha të muzikës son, po e shijon këtë përvjetor të veçantë e rrethuar nga dashuria, respekti dhe përkushtimi i madh i familjes së saj. Në këtë ditë të veçantë nuk munguan as urimet plot ndjenje, por ajo që mori vëmendjen më të madhe ishte mesazhi emocionues i nusës së saj, Laerta Jakupi. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Laerta i ka dedikuar fjalë zemre vjerrës së saj, duke e quajtur jo vetëm një ikon të muzikës, por edhe një frymëzim të madh për familjen. Gëzuar ditëlindjen mam, frymëzim dhe bekim për shumë, e sidomos për ne që të kemi pranë. Një diva e vërtet. Të duam. Shkruan Laerta, duke prekur zemrat e ndjekësve. Ky mesazh i ngrohtë dëshmon edhe një herë raportin e veçantë familjar dhe dashurinë e sinqertë që e rrethon Shyrete Belulin, jo vetëm si artiste e madhe, por edhe si nën dhe gjyshe shembullore. Një diva në skenë, një zemër e madhe në familje, gëzuar ditëlindjen, Shyrete Beluli. Për t'i parë lajmet që i publikojmë çdo ditë, na bëni subscribe dhe like, ju faleminderit.